Nuk ka patur deri tani ndonjë përgjigje politike për 5 kërkesat tuaja. Çfarë prisni ju nga qeveria? Dialog, refuzim apo ignorim si deri tani? Çfarë prisni? Dhe si vijon skenari nëse nuk do të merrni një përgjigje? Pra si do vijojë protesta më pas? Po nuk ekziston qeveria, nuk ekziston as parlamenti për mendimin tim. Dhe është shumë interesante, gjë që më ka bërë shumë përshtypje këto ditë, është si ka mundësi që, kuptoj që në Partinë Socialiste i pjesë e madhe deputetëve dihet si kanë hyrë, çfarë interesash mbrojnë dhe që janë nën shantazhe e tjera, më bën përshtypje edhe nga Partia Demokratike, e cila nuk ndodh, atje priste që të ndodhte një revolucion, sepse ata nuk janë pushtet, në fund fare kanë shumë më pak për të humbur, dhe atje rrin sus. Çka do thotë që kjo patjetër që është lufta, po them unë, psikologjike që bëhet aty brenda dhe shantazhet, por kemi një sistem të kalbur i cili nuk bën një jetë politike, nuk bën një institucionale, nuk merr përsipër përgjegjësitë. Çdo thotë ti je deputet sot, ti je deputet dhe të kesh kaq shumë njerëz në shesh, unë për veten time po tisha do kisha thënë, tani derisa popullata nuk e do këtë sistem politik, unë do kisha thënë mandatin ja kaloj popullit. Nuk ka sens që unë tri dhe t'ja jap mandatin Sali Berishës apo Edi Ramos apo tjetër. Po unë do ja lë mandatin popullit dhe do shkoja të takoja popullin, siç bëri zonja Koçeku, që për mua pavarësisht se njerëzit e kanë paragjykuar për shkak një zgjedhje, ajo bëri hapin e madh për mua dhe është një shembull, dhe nuk është një shembull i keq, sepse ajo e bëri kapërcimin dhe unë tani mandatin ja kaloj popullit. Është fakt ajo që duhet bëjë çdo lloj deputeti. Mirë, nuk po të ndërhyjmë më këtu, s'po i bëj pyetjet e tjera, ka një pyetje të fundit Artan Hoxha dhe do ju lë të lirë më pas. Pyetja ime është, ndjeni shumicë në shoqëri? Po, me kënaqësi. Pra, protestuesit që marrin pjesë në protesta, ata të përnaqshmit dhe ata her pas here. Keni arritë si mendoni, keni arritë të bëni një shumicë në shoqërinë shqiptare apo jeni një grup i madh presioni ende jo shumicë? Si e ndjeni jo? Këtu po citoj një studiues, koleg, zotin Adri Nurellari, i cili tha një gjë shumë interesante, po e gjë e di një intervistë, dhe këtyre me siguri protesta u ka hyrë në shtëpi. Në me thënë, këtyre që kanë pushtet, nuk ka hyrë protesta në shtëpi, me siguri kanë aty një mbesa, një nipa, një kushëria, një çuna, një bjalhalle, ku ta di unë, pra u ka hyrë dhe në shtëpi. Pra kjo është kaq masive, dhe sigurisht që ata e di shumë që është masive, se po të mos ishe masive, me thënë të drejtën qeveria do vazhdonte punën qet, s'do e çante kokën fare, sepse protesta këtu ka pas pafund. Kjo është protestë masive dhe është një verdikt, unë e kam quajtur një referendum, një referendum demografik, për arsye jo thjesht popullor, sepse janë moshat më të reja, janë energjitë më të mira që ka Shqipëria, cilat kanë ngrit krye dhe po thonë ne nuk mund të vazhdojmë më kështu, sepse ne kemi jetë përpara dhe jetën duam ta jetojmë në Shqipëri. Nuk ka mesazh më të fortë dhe sfidë më të madhe që i bëhet klasës politike, e cila sigurisht bën bish sepse s'ka kurajot. Ervin, shumë faleminderit për mesazhet gjithsesi. Eksiola lidhemi sërish më vonë. Po kaloj në